Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet e orës 12. Arritjen brenda këtij viti të një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë nuk e pret njohësi amerikani i çështjeve të Ballkanit, Daniel Server. Ai nuk pret as që së shpejti të ketë një takim mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Server një deklaratë të tillë e bëri pak muaj para zgjedhjeve të prillit që do të mbahen në Serbi. Ndërkaq, optimist nuk është shprehur as për çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën brenda vitit. Ka shtuar ndërkaq se pret aktivitet më të madh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe në Ballkan, duke thënë një herësh se shumë shpejt listës amerikane të sanksioneve pritet që t'i shtohen emra të tjerë. E të gjithë ata që synojnë të hyjnë në Kosovë prej sot detyrohen që të kenë certifikatën e vaksinimit me të dyja dozat e vaksinës anti-Covid. Qeveria e Kosovës kishte miratuar më 1 dhjetor të vitit të shkuar masat e reja anti-Covid, të cilat ishte caktuar që të hynin në fuqi nga 3 janari. Sipas këtij vendimi, personat që nuk i kanë dy dozat e vaksinës do të kenë mundësi që të vaksinohen në qendrat mobile të vaksinimit në aeroportin Adem Jashari dhe në pikat kufitare në Vërmic, Merdar dhe Jojbar dhe Hani Elezit. Në mungesë të certifikatës me të dyja dozat, të ardhurit duhet të kenë atë me një dozë bashkë me testin RT-PCR negativ, jo më të vjetër se 48 orë apo me dëshminë se kanë kaluar COVID-19. Sipas masave që aktualisht janë në fuqi, lëvizja e qytetarëve lejohet nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 12 të mesnatës, ndërsa lokalet e gastronomisë lejohen të punojnë deri në orën 23. Lidhur me radhët e krijuara në Merdar në lidhje direkte, tani kemi gazetarën tonë Dorentina Faqi. Përshëndetje Dorentina, dhe si është gjendja në këtë pikale? Përshëndetje Drenusha për ju dhe gjithë shikuesit e KTV-s. Ne ndodhemi në pikën kufitare në Merdar, ku edhe njihet si pika më e frekuentuar nga qytetarët të cilë dëshirojnë të hyjnë apo edhe të dalin jashtë Kosovës. Ne gjendemi këtu dhe pavarësisht muasave që sot ndoshta hyjnë në fuqi për dozën e vaksinës që qytetarët të cilët janë mësuar Kosovës duhet të jenë të pajisur me 2 doza, nuk ka radha apo nuk ka qytetarë të cilë po hyjnë në Kosovë, teksa radha më e gjatë është për ata që janë për të dalë nga Kosova e që pritet mund të shkojnë deri në 30 minuta me aq sa kemi parë prej se kemi ardhur këtu. Fluksi i qytetarëve është më i madh për të dalë nga Kosova, jo për të hyrë në Kosovë, ndoshta edhe për shkak të masave. Qeveria e Kosovës e as Ministria e Shëndetësisë ende nuk ka dhënë detaje nëse vazhdon të mbetet ajo se çfarë është votuar më 1 dhjetor të 2021-s, që qytetarët të cilët hyjnë në Kosovë duhet të kenë 2 dozat e vaksinës anti-Covid apo edhe mund të vaksinohen këtu në pikat kufitare. Ne nuk kemi parë as ekipet mobile këtu prej se kemi ardhur, derisa më herët para 2 javëve qytetarët të cilët ja kanë mësuar Kosovës kanë mundur të hyjnë edhe pa u vaksinuar, vetëm me një test PCR negativ apo edhe do duhet të izoloheshin për 7 ditë dhe që do monitoroheshin nga policia e Kosovës. Kemi tani fluksi i qytetarëve për të dalë jashtë Kosovës është shtuar për dallim nga orët e mëngjesit, ku edhe Ministria e Punëve të Brendshme apo qendra për menaxhimin kufitar ka thënë se pritjet janë nga 5 deri në 15 minuta. Ne kaq kemi nga kjo lidhje direkte, besoj që do njoftoheni më tutje për të tjerat. Dore, ne të falenderojmë për gjitha informacionet e në rrjedhën e informacionit të nderuar shikues, për vazhdojmë me disa lajme të tjera. 2 vjetët e përshkuar me pandemin COVID-19 kanë quar në mbyllje rreth 3.000 biznese në Kosovë, teksa vetëm gjatë vitit 2021 janë shuar 1.519 hyresh. Sipas ekspertëve të ekonomisë, faktor tjetër që ka ndikuar në shuarjen e një numri kaq të madh të bizneseve ka qenë mungesa ofertës më të favorshme për të bërë biznes. Numri më i madh i bizneseve të mbyllura ka ushtruar veprimtari në sektorin e tregtisë me shumicë dhe me pakicë, pasuar nga hoteleria dhe akomodimi, si dhe industria përpunuese. Në listën e bizneseve të falimentuara figurojnë edhe biznese në fushën e ndërtimit. Ministria e Industrisë dhe Tregtisë ka bërë të ditur më 2020 se kanë falimentuar 1.346 biznese, ndërsa më 2021 173 më tepër. Kryetari i Bordit të Odës së Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, ka theksuar se numri i rritur i
kompanive të falimentuara është rezultat i performancës së dobët ekonomike të bizneseve, ndërsa ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë Ismet Mulaj ka bërë të ditur se numri i bizneseve të falimentuara është më i lartë se që figuron në shifrat zyrtare. Përballja e gjyqtarëve dhe prokurorëve me procesin nuk pritet që të ndodhë si vjetë, anise Ministria e Drejtësisë ka proceduar në qeveri koncept dokumentin për vettingun në sistemin e drejtësisë. Skepticizëm për vettingun kanë shprehur organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë, të cilat vlerësojnë se përgatitja e bazës ligjore dhe ndryshimet kushtetuese do të marrin kohë. Sipas tyre, procesin e vështirëson edhe mungesa e konsensusit politik për reformë, si dhe kundërshtimi nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe Këshilli Gjyqësor e Këshilli Prokurorial. Yll Zeka nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka theksuar se gjatë këtij viti do të bëhen vetëm përgatitjet ligjore për vettingun, të cilin e ka cilësuar si të vetmën mënyrë për këndelljen e sistemit të drejtësisë. Qeveria ka miratuar më 13 tetor koncept dokumentin për zhvillimin e procesit. Rreth 6.000 adresa në Preshev, Bujanoce e Medvegjë janë pasivizuar me veprimin e qeverisë në Beograd, që po konsiderohet diskriminues e antikushtetues. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Agmi Mustafi ka deklaruar se Kosova dhe Shqipëria nuk kanë strategji për trajtimin e çështjes dhe banorëve të Luginës së Preshevës. Ai ka theksuar se këto 3 komuna kanë shkallën më të lartë të varfërisë në Serbi dhe janë vendet më pak të zhvilluara. Problemi i pasivizimit të adresave është përmendur në dy raportet e progresit për Serbinë. Sipas Mustafit, mungesa e perspektivës në Lugin është si pasojë e abuzimit me të drejtat fundamentale të shqiptarëve. Ai ka shtuar se në komunikimet me qeverinë e Kosovës është potencuar nevoja për investime ekonomike në Medvegjë, investime për shkollim në Bujanoc dhe qasje mediale në Preshev. Kryeministri i Sudanit Abdallah Hamdok ka dhënë dorëheqje një ditë pas protestave masive në kryeqytetin Khartoum. Kundërshtimi ndaj Hamdokut u bë nga mira protestues pas marrëveshjes për ndarjen e pushtetit me ushtrinë, e cila kishte organizuar grusht shtet në tetorin e 2021-s. Në thirrjet pushteti për popullin, protestuesit kundërshtuan marrëveshjen derisa forcat ushtarake ju kundërpërgjigjen me dhunë, duke lënë të vdekur 2 persona. Ushtria aktualisht ka në dorë kontrollin e plotë të vendit. Ish-kryeministri ka deklaruar se ka bërë maksimumin për të ndaluar vendin nga rrëshqitja drejt katastrofës, mirëpo me gjithë përpjekjet nuk është arritur konsensusi. Sudani është duke përjetuar një tranzicion drejt sundimit demokratik që nga kryengritjet popullore e 2019-s, kur ishte përbysur presidenti autoritar Omar al-Bashir.